Unë zakonisht ku mojt kallash, ose kalashnikov, të 4 ditë, edhe atëherë kem hinë vinë e frontit. Për Shqipërinë sikur që janë 2 vllazër bineq. A mund të bëjnë njëri pa tjetrin? Na pa Shqipërinë, Shqipëria pa ne nuk mundet. Ndjenja më e veçantë në jetën time edhe jam krenar që kam qenë pjesë e asaj sakrifice e popullit tim. A bën një përçafe me ta dhon? Bon, si ja. Zafsh, ta dhosh. Apo na kallzon pak për luftën, edhe çysh vendose me shku pej Kroacisë, çysh i bani lidhjet. Ka i erdhërani, a ke pos dajmë në zemër? Me dëshirë nuk flas për luftën, se nuk kam qef të kthej në mbrapa, po gjithmonë kam qef të shoh para. Unë kam qenë 16 vjeçare gjys kur kam dalë prej Kosovës. Në atë kohë na kërkojshin si ushtar, jo si ushtar në kuptimin, po ta qeshin një thirrje edhe si para përgatitje për ushtrinë në Jugosllavi. Edhe unë kam dalë atë kohë, kur kam dalë 9 vjetë e gjys nuk kam marrë fare. Asun as një vlla, tash të është ndjera i vllaj, po jo prej lufte, prej xhenet inshallah. Amen, që një vit thuja që i ka mo. Megjithatë na janë marrë në mënyrë të organizuar. Ka qenë komandant Rostem Berisha, i cili ka vepruar në atë kohë në atë qytetin ku unë kam jetuar në Rijekë, thirrë qyteti, për ndryshe Kroacisë shtet, po Rijeka. Edhe ky e ka formuar Rostem Berisha ka formuar në bashkësinë shqiptare. Dhe aty ka bërë organizimin. Kryesisht Rostem Berisha ka bërë organizimin, apo dëshira ka qenë secilit individualisht. Kush ka desh mu afro? Edhe kem marrë në mënyrën e organizuar nga Rostem. Ju ne ishi bashkë aty edhe jeni organizu kadal. Po. Na kem pash bashkësinë ose klubin si dush të thuj, se sot thirret bashkësia shqiptare në Kroati, e cila vepron në Rijekë. Çajo e njëjtë është, Po, e njëjtë është, vetëm nuk e ka atë stilin sikur që ka pas atëherë. Se tash ka ndërkohë, normal. Tash më shumë kulturore. Po, më shumë ka gjëra të tjera. Megjithatë, krejt ket mund të them veprën apo si dush që them, ka pas Rostem Berisha të asaj kohe, i cili ose dhe përshëndes përmes jush. Aja ka bërë organizimin, a vullneti ka qenë individualisht, kush ka pas vullnet. Megjithëse çdo shqiptar ka pas vullnet, na s'ke mujt bojmë gjithë pjesë në luftë, po secili ka kontribuar në mënyrën e vet. Formën e vet. Edhe nënat e tona, edhe gjyshat e tona kanë kontribuar në mënyrën e vet. Edhe u organizut, a bënët na ushtrime, na servitje aty a? Jo, ushtrimet i kena bon kur kem arrijnë në Shqipëri. Në Shqipëni. Po, ka qenë shkolla 6 kaseo të Skënderbeut thirket, të cilit na ushtrejshin, apo si dush të quajmë, ushtarët apo këta oficirat e asaj shkolle. Gjithë kanë qenë shqiptarë të Shqipërisë. Të unë kanë qenë vetëm prezent si komandant. Ushtrimet gjithë kanë qenë shqiptarë të organizume për atyne. Gjitha kanë qenë të organizume. Edhe atje kem organizuar thirrken mali Dajt për ndryshe. Në Tiranë, afër Tiranës. Po, afër Tiranës, apo mali me gropa, ashtu e quajshin vendast. Aty kem bën ushtrimin. Tash kohën e saktë nuk e di, 20 apo 24 ditë, edhe atëherë kem hinë vinë e frontit. Edhe drejt në vit frontit, po, a? Kaq ka qenë. Kam pas kolega po çfarë armë ke mojt ti? Unë zakonisht ku mojt kallash ose kalashnikov, po armë ke pas. Gjithsesi armë kanë qenë vjetra, se kanë qenë Shqipërisë, nuk kanë qenë armë të reja. Armë të reja ku e di ku i kanë quhen. Se ka pas armë të reja, jo këta, po e di që kanë arë 5 jashme, e dini edhe jo sikur edhe ma mirë si gazetar, se i kanë arë shumicën, i kanë arë në për Tirana, po i kanë shit, nuk e di se ka pas armë që jenë blenë edhe në Kroaci, gjatë luftës Kroacisë edhe të Bosnës, po s'kanë arritët. Baci Florem, që tash tipi shef, jo po na dën Shqipnia, jo s'po na dën Shqipnia, jo na e dojna Shqipnin, jo s'pe dojna Shqipnin, ti e kon vet, je ushtru në Shqipni, a kina i fjalë mi, thonë që ty? Jo, unë kam shumë përshtypje të mirë sikur për Shqipërinë, sikur që janë 2 vllazër bineq. A mund të bëjë njëri pa tjetrin? Unë këtë përshtypje kam. Unë kam shumë përshtypje të mirë, sinqerisht them, sikur 2 vllazër bineq që e çojnë njëri me tjetrin shumë mirë. Vllazët përgjithësi e çojnë mirë derisa të martohen. Po më doket edhe na na martuhet, kjo është përshtypja mirë. Unë hala shkoj në Shqipëri, kam shok. A ki takime me najkon pej? Jo me bashkëluftëtarë, se ka pas në të kuptimin po flas bashkëluftëtarë edhe të Shqipërisë, kanë qenë shumë, për fat keq nuk ja vdihem në gjithë, po përgjithësi përshëndes. Po megjithatë, unë kam ndjenjen e mirë se na pa Shqipërinë, Shqipëria pa ne nuk mundet. Nuk mundet. Ti e kon me Kalashnikov. Po. Në vit parë të frontit, dytën. Po, të parën. Po, jo dhe qënë kanë qenë gjithë, se atëherë vit dytë, si mujt ta quaj vit dytë, po megjithatë të parën, jo vetëm unë, gjithë kanë qenë. Apo më kallzon ajo ndjenja e parë kur dulet edhe kur u përballet me armikun, çat
emocionin e parë se une edhe djali jena trina mas luftës e burr. Na me klim jena. Unë mund të them sinqerisht, nuk di si ta përshkruaj ndjenjen e parë, për arsye se mas 9 viteve kam shkel tokën time me amë. Ti mas pari u gëzove veç i shkelen to. Po, mas pari se tash vendin tënd mas 9 viteve është një ndjenjë krejtësisht tjetër. Nuk është që unë s'kisha pa familjen tem 9 vite, as unë as vllavi i dytë, por vllavi i dytë po flas ka qenë natku prej Kroaci ku shkoi në Gjermani, kurse unë erdha në këtë mënyrën, si të thash, ndjenja më e veçantë në jetën time edhe jam krenar që kam qenë pjesë e asaj sakrifice e popullit tim. Krenarve që jam qëtu me ty. S'po të nguci ma shumë. Faleminderit shumë. S'po të nguci ma shumë se nise mu emocionet e bojnë veten. Emocionet mira. Shumë vite. Emocionet mira. A e ke pas problem mas luftës me u kfill, me jetu, me kuptu jetën? Mi anis për fillimit është. Ndoshta ju në fillim. Me pas, po e kuptoj si ju sakrifica, gjithmonë ja vlen sakrifica. Po shkaku politikës një farë mënyre, po e qiten va gati si nuk thom që jem pishmon larg asajna, asun as kërkush. Po munin që e kanë bot gjithë, jenë ka e humbin. A bën një përqafe me ta dhonë? Bon, si ja. Zafsh, ta dash zotit morën. Amin inshallah.